Për sot kena byrek me purri, plot shije dhe i thjesht në përgatitje. Atëherë po ja u lam mënyrën si e kam përgatit. Një në thellë kena hedh mielin, krypin e me ujë, formojmë brumin ndërsa të bëhet homogen. Lym pak me bojullinit, e mulloj mirë dhe lam me pushu për 40-60 minuta. Ndërkohë përgatisim gjellën me purri, cilët i skuqim me pak bojullinit dërsa të shuhen, i lam u ftof, hedhim ves, i rregullojmë me kryp e piper, i kalojmë me njan. Masi brumi ka bë kohën e vet, e marrim, e ngjishim pak me dorë, e ndajmë në topa, ku çdo top e hapim në kulaç sa mallësia e një pjate dhe i lym ndërmjet me bojullinit. I lam me pushu edhe për 20 minuta tjera. Masanaj marrim, i hapim pet me dorë sikur shikoni në video, marrim nga 2-3 kuleç bashk. Poshtë kam venos 5 pet në mes gjellën, e sipër kam venos 5 pet tjera. E lym pak me bojullinit në furrë në 230 gradë derisa të jetë gati. Faleminderit.